Numri është pa pagesë 193. Këtë numër e formojnë qytetarët kur u nevojitet ndihma zjarrfikseve. Por këta të fundit nuk e kanë një telefon të tillë për të kërkuar ndihmë, të cilët aktualisht në Ferizaj e kanë më së të nevojshme. Kushtet në objektin në cilin punojnë janë të tmerrshme, ndonse fasada e jashtme nuk jep këtë përshtypje. Para 2 muajve e kom qit një kese, se normal pe 2-4 pik, edhe këto keq ka pik, do thot pik na shka shkojmë nalt ku I kem banjët vecet. Këta gjatë gjithë kohës gjërat I kanë rregulluar vetë. Jam detyruar me mak 20 terapar, më javnu murit, po mos me hin të ftofti edhe mos me vadhe era e keqe. Hiq më mirë gjendja nuk është as në hapësira ku ushqehen. Pas për puna në gaon, sepse shtu rejon ka në onë, tash do të tëtë, shif në këtu, se shfat gjendje, jena, shif, këtu është të merë I Zotit. Qa? 6 herë dhe 7 herë dit, blokohet lavabori. Vendin e dedikuar për pushim u deshta mobilojnë vetë zjarrfiksit. Njëri prej tyre I kishte ble 2 shekt për shtretër. Për këto kushtet e mjerueshme që I kanë njoftuar të gjitha instancat. Derisa televizioni u drejtua Drejtorisë së Shërbimeve Publike dhe Emergjencave në komunë, ta thanë se nuk janë kompetent për I trajtuar këto probleme, por duhet Drejtoria Administratës. Ta të fundit thanë se as përgjegjësia e tyre nuk është, megjithatë u zotuan për ndihmë. Ne do të shqyrtojmë mundësinë që shumë shpejt brenda këtij jave të marrim ndonjë bashkëpunim me Drejtorinë e Shërbimeve Publike që është drejtoria e linjës siç e theksova dhe të fillojë të bëhet një farë lloj rregullimi aq sa kemi mundësi. Klani kontaktoi edhe me sindikatën e zjarrfiksëve, të cilët thanë se I dinë problemet e kësaj qendre dhe disa herë I kanë adresuar në qeveri, por që kurrë s'kan marrë ndonjë përgjigje. E përgjigje nuk kanë kthyer as nga Agjencia e Menaxhimit Emergjent në pyetje drejtuar rreth kësaj çështjeje.